A janë idiot apo të mençur Që bën si idiot. njerëzit që do votojnë zgjedhjen midis Saliut dhe Berishës këta? Dëgjoj, Se kemi zgjedhje, ja kupton? dëgjoj, se i njoh. Edhe njoh me detaj. Votues. Duhet përcaktoj diçka, nuk më intereson fare politika. Fare për zero absolut, ta keni parasysh s'ka interesuar si herë. Ndryshe do isha tu marrë me partit, zero me gjuf. Po është pyetje shumë interesante që unë qeshet edhe shkalla. Unë ke kuicet e forta. Unë i njoh. Saliu apo Berisha? Unë i njoh. Të dy, Në Shqipëri ekziston një fenomen shumë i çuditshëm që mund të jetë shubi studimesh ndërkombëtar, sociologjik dhe psikologjik. Janë idiot apo bën idiot? Apo bëjnë vetë? Mund të bëjnë idiot. Bëjnë vetë. Po. Ja kanë marrë dorë. Qoftë Dëgjoj, do ta them arsyen pse ja kanë marrë dorë. Shqipëria ka një rast shumë interesant që ka shpjeguar një psikiatër që ka punuar në kohën e diktaturës. Dhe ai ka dhënë një përgjigje që është subi studimesh, po ty hysh. Thoshte si shpjegohet thotë që në spitalin tonë psikiatrik çfarë nuk gjeje, çfarë nuk thuaj. Vetëm një gjë nuk e bësh dot kurrë. Shajshin e verhoqë. ta shajsh. Tash më thuaj të bësh një psikopat apo bën si psikopat? Ishin idiot apo bësh si idiot? Unë ti them dy gjona. Kur je idiot, je edhe s'ke që bo. Kur bën sikur, bën sepse ke një interes. Rri këtu. Ka dy lloje interesi. Kështu që edhe xhaxhi Ka interesa biznesi, ka dhe interesa, xhaxhi nga kohë ka dhe interesa emocional. Le ta marrë. Ka dy lloje interesash. Biznesi dhe interesi emocional. Marrim të parë, biznesi. E pyetjet. Me sa men po merresh me këtë punë? Këtë po kam investuar gjithë jetës, më vjen i not talent mes. Kam lënë lesh në këtë parti. Kam vujt. Tashi këta mezi presion tiki që të marrin atë që kam, në fakt ai s'ka asgjë. Po kanë një projekt në të ardhmen, kupton? Në të ardhmen planetare të shekullit të 13 për plus 14 që shkojnë 27. Kupton se këtë shekulli 21 bëhet fjalë. Dhe ky është biznes, sipas ti. Pavarësisht idiot. Është edhe investim emocional që harrojmë ne këtë që. Ç'është investim emocional? Në fakt mund të them një shprehje se natën vollësh. I bën më gëz. Ka hëngur mut duke u zi me ropt e lagjes duke mërë Berishën. Ka disa vështirë ka që atë mut që ka hëngur ta vjedh. Thot më mirë për e maj mren. O, zoti pa, kishte. Kjo ishte, është fakta. Është fakta. Si i të njerëz me përpara. Se jo për gjope i ka qatë rasët për i marrë votat plau. I ka qatë rasët jo i vit, po 30 vjet. Sa që me gjimen. Jo, e di pse, sot kur shkoni për të marrë votat, shkon tu e menu 30 herë. Se kur shkoj do të ra plak si na çave, travi la mur, kështu ta thotej. Prapë do. Mendoj pa komshi. Ik so morvesh. Ai këtu, Një sekond, mendoj vetëm kaq që. Shtëpia ime këtu, nuk kam hëngur mut. Ti e komshiu socialist që ka hëngur mut për atatin. Më fal për shprehjen, publiku i kërkoi ndjes, po nuk gjej fjalë më të sakta. Tani ti po e mbron Ramën, po ti ke biznes, sido që të jetë. E merri rrogi, pensioni, gjë. Unë kam një mut madh. Po unë jam zi me ty për Berishën. Më fal, po jam detyruar të zim prapë për Berishën, se përballoj dot emocionalisht përballin me ty. Kjo ishte përgjigja fix. Edhe kuici është midis Saliut dhe Berishës, kush votohet në zgjedhje. Shkruani poshtë mendimin tuaj. Ta bëjmë kështu? Ta bëjmë kështu? Po kuic do të. Ata që kanë investim në kokën e tyre te kjo partia për arsye se kanë investuar të shkretë dhe thojnë të paktën muzikë talen mes, më kupton logjikën, do votoj Saliu. Këta që e kanë emocionale me komshiun, do votojnë Berishën. Më bet muti. E fortës. Ja patalan për fukën se është shumë interesant. Boni për shtypje. Nuk do t'i futem fare, t'i bëj kritika se qa bëhet atje. Jo për gjovo.
Nuk du të më toni që po ju shaja, kupton se kam qef me ftuni një kështu të PD-s apo rit PS-s tu me bëj çik gallac. Jo, Ka tema gallatës sa du. Jo, Enio me mua shumë kollaj, e di pse. Sepse unë kam jetë që luftoj. Dhe kur shaj unë si më vjen këta, ti e ke luksin që të mos ish bërpis politikisht. Sepse unë Se ka problem, se kam për toni atë ku e takoj rrugës. Jo, po them tjetër gjë, po them tjetër gjë. Me mua ke luksin që unë mund ta shaj këtë du, si ta du, E shale për mu. për gjithë e shaj, por i arsye shumë thjesht. Si Berishën, si Ramën, si Lulbash. I kom pas marrëdhënie që si ka pas dot njeri. Kanë investuar shumë njerëz për të pas marrëdhënie, për këta njerëz kod caktuar. Unë aty i kom pas, po i kam pas shumë i ka pas dot njeri. Kush mjef, e ditë po çapo flas. I kam thënë një pirrun të treve. Në momenti që kam pas punë më mirë se kur me ta. Sepse kam pas gjithmonë kokë time atë teorinë e Diogjidit me Aleksandrin. E madh. Aleksandri i madh shkon Diogjidit. Çfarë mund të bëj për ty? Jo, brandori botës apo jam. Dhe ky e pak kështu. Të hapësh pak thasën të zë diell. Këtë diell është e bukur. Është e bukur me gjithë. Jemi në Shqipëri, si ka thënë Rama, jetën në Tiranë. Tirana jonë. Ja ku keni Tiranën tonë, valla, po çfarë them. Jemi për soda. Falë se të Tiranë. Merdi batut. Ata dishë me pushtu Teheranin, përfunduan të pushën Tiranën. Këta për ta, do të bënin gadares 100%. 100% do të bënin gadares. Varet si është përkthy shqipja në atë gjuhë, kupton se. Story jemi për këtë radhë. Kemi plota burpo. Gjon ta kam thënë më ditë përpara që u takum, që unë e kam me shumë nge këtë punë dhe e kam me shumë qef. Po ta them me sinqeritet. Ky smeti që boti post-produksionit, është dhurata më e bukur që më bote njëri në vitin 2026. Siç më bëni shpendi podcastin, tru podcastin 2025, për 2026 dhurata më e bukur është podcasti jot. Chill me muzikë për piacere. Me njeri që e njeh sunën, me njeri që bën muzikë, bën filma, bën kështu. Po ku pas ke qenë valla, ke kaq vjet dojshë me pas më bet me Europë si puna jote me mikrofon. Për zonë ja u desh emisioni me u bë shok. Qa ishte Leo se nuk e lexoj, u bë drita dhe.